Tu ngjatjeta uroj t'jeni mirë. Ditë të mëdha, ditë dimri, ditë lufte, ditë paqeje, ditë Krishtlindjesh, ditë festimesh, ditë lotësh, varet nga vendi ku qëndron njeriu në raport me historinë, me kohën, me ditën dhe me ngjarjet e jetës. Jetojmë në kohra të vështira, në kohra të mbushura me lot, me gjak, me dhimbje dhe me luftra. Gjithçka ju a kemi shpjeguar çdo natë. Çfarë ndodh në botë dhe çfarë po gatuhet për ditët e ardhshme, për botën e ardhshme, çfarë po gatuhet për 2026. Kompani armësh të cilat vrapojnë, të shesin dhe të çojnë miliona tonelata armatime e bomba që do të zbresin mbi kokët e njerëzve. Banka, FMN-ra, banka qendrore botërore, bursat botërore, korporata, biznesmen, oligark, grupe mafioze, anarki, diktator, vrapojnë, therin, vrasin, presin, shkatërrojnë çfarë të mundet prej popujve të tyre dhe për njerëzve të thjeshtë të cilët kanë dalë lakuriq përballë sistemit sepse u çliruan nga vlerat, nga morali dhe nga kodet e nderit me të cilat ka qenë historikisht njeriu i armatosur. Dhe këto kanë qenë armët të cilët e kanë shpëtuar atë nga herodët e historisë. Historia e njerëzimit, miq, nuk ka lindur dje as sot. As ka lindur me podcastet tona, as me bisedat tona, as me analizat tona. Bota ka mijëra vjet e cila konsumon të njëjtën histori gjaku, pushteti, të njëjtën histori gladiatorësh që përleshen me Herod, të njëjtën histori profetësh dhe dërguarish hyjnor, të cilët i dërgon krijuesi Zoti, që nuk pranon kur të jetë spektator, por gjithsesi nuk pranon të zbres këtu në kënetën dhe në krijesat, në fushbetejën e krijesave që i krijoi vetë. Vëllezërit dhe motrat tanë krishterë sonte kanë Krishtlindje. Jemi në vigjilje të Krishtlindjeve, ndaj dhe unë po ndërtoj paralelizmin se si kjo botë, këto luftra, këta djaj, këta firaun, këta shkatrues, këta shkatrimtar, këta hajdut, këta grabitqar, që shkatërrojnë popujt e tyre, që shkatërrojnë të varfrit, pa mundurit, nuk kanë lindur dje. Është një histori dominance dhe pushteti. Është një histori përballjesh. Është një histori lotësh, është një histori shigjetash, shtizash, shpatash, luftrash. Më pas, histori bombash, bërthamore dhe jo vetë, të cilat kërcënojnë planetin dhe jetën mbi tokë në çdo moment. Herod të ndryshëm, të racave të ndryshme, të popujve të ndryshme dhe të kulturave të ndryshme, luftojnë me njëri tjetrin përgjakshëm për dominuar planetin. Dhe njerëzit e thjesht presin, pyesin, ku është Zoti? Ku është e mira? Ku janë të mirët? Ku janë qëndrështarët? Ku është mirësia? Ku është djalli? A jemi të destinuar të dështojmë përpara forcave sataniste? Apo jemi të destinuar të përgjakemi dhe të vazhdojmë luftën dhe betejën si gladiator? Në fush betejën e rrezikshme të jetës, e cila historikisht ka qenë një betejë mes hyjnores dhe herodëve. Ashtu siç erdhi Jezu Krishti, simbolika e përballjes me firaunin e kohës tij me Herodin, Herodin e Jeruzalemit, mbretin gjakatar që sundonte popullin e tij dhe i cili u rrëmbye nga paniku dhe zhduku çdo foshnjë të vogël, menjëherë sapo i erdhi profecia se atje në Betlehem do të lindte një foshnjë prej drite, e cila do të sfidonte fare pa ushtri pushtetin satanist të Herodit, pushtetin satanist të ushtrisë së Herodit, dhe kjo do të lindte
do të vinte nga një fëmijë që nuk do të lindte në pallat mbretëror, as në maternitete të kondicionuara me ajër të kondicionuar dhe me salla sterile. Do të vinte nga një fëmijë prej drite, i cili do të lindte nga e pastërta nga Virgjëresha Mari, në një vend ku lindin kafshët, në një vend të thjeshtë, në një vend që nuk kishte saltanete të mëdha. Dhe kjo ishte simbolika e dritës, e thjeshtësisë dhe e të vërtetës, e cila fare pa ushtri, por vetëm me ushtrinë e të vërtetës dhe të besimit tek i madhi Zot, kërcënonte ushtrinë e Herodit, ashtu siç e kishte shndërruar në makth jetën e faraonit, vëllai i madh i Jezu Krishtit, Mojsiu, kur shkoi edhe ai dhe tronditi arshin, fronin satanist të faraonit, fare pa ushtri, por me besim të fuqishëm tek drita nga e cila ata buronin. Zoti nuk qëndroi spektator përballë spektaklit të gjakut në tokë, por dërgoi njerëzit e tij, dërgoi profet, misionar, njerëz të paqes dhe të dritës, të cilët në fetë abrahamike u quajtën profet. Ishin ata të cilët nuk erdhën për të ndezur dritat e qyteteve, as dritat e bredheve në Krishtlindje, as për të ndezur dritat e skenografisë materialiste, të fuqive të mëdha, të korporatave të mëdha të cilat e vodhën dhe e grabitën hyjnorën, jo vetëm të Jezu Krishtit, por të gjitha feve të tjera, për ta shndërruar festën në natë komercializmi, në net shitjesh, në net reklamash të mëdha për brek të kuqe e sytjena, për qëri, për makina, për parfume, për shitje miliarda e miliarda eurosh në emër të Jezu Krishtit dikur dhe në emër të Muhamedit herë të tjera. Paqja e Zotit qoftë mbi të dy ata. Erdhi gryksia, elitat dhe komandantët dhe Herodët e kapitalit të bardhë dhe të zi, e grabitën festën dhe e shndërruar në komercializëm banal, i cili nuk ka asgjë të ngjashme me folen ku lindi Jezu Krishti, biri i më të pastrës grua që ka patur njerëzimi, Maria apo Merjemi, siç e quajmë ne muslimanët. Kjo është dita e simbolikës më të madhe të qëndresës nëpërmjet dritës, përballë Herodëve satanist, të cilët pretendojnë se me fuqinë e tyre financiare dhe me ushtritë e tyre mund të shuajnë dritën hyjnore, e cila do të jetë në përballje gjakatare, sa të ketë jetë mbi tokë me ushtritë sataniste dhe të gjithë ushtarët e tyre. Jezu Krishti erdhi në formën e dritës, me mesazhin e dritës për të sjellë për njerëzit fuqinë e shpresës dhe manualin paqësor të përballjes me Herodët satanist dhe me establishmentin satanist, i cili kërcënon jetët e njerëzve, popujt, fiset, kombet, qytetërimet, fet, njerëzit, pa dallim feje, ideje, krahine, race apo përkatësie gjuhësore. Vëllezër të dashur të krishterë, ju keni festën e Krishtlindjeve sonte,
keni ritualet tuaja dhe unë nuk do të merrem fare me pjesën tuaj të ritualeve kishtare, sepse nuk i njoh. Por unë njoh diçka shumë më të rëndësishme se ritualet tuaja kishtare. Pasi ne jemi bashk admirues dhe bashk besimtar në Krishtin apo në Mesin apo në birin e Maris, dritën e ardhur prej Zotit, i cili erdhi për të shkundur fronin e Herodit, të Betlehemit dhe të Jeruzalemit, me dritë dhe pa ushtri. Herodin e kapi Makthi dhe urdhëroi zhdukjen e të gjithë foshnjëve të vogla që do të lindin aso kohe, por drita e Zotit nuk ndalet me urdhër Nerodësh e Satanësh, por ndalet vetëm kur vendos krijuesi i botrave, Zoti i gjithësisë. Në rinin time të hershme, kam dëgjuar her pas here, pasi pjesë e studimeve të mia kanë qenë dhe religionet, kam dëgjuar her pas here se çfarë mendonin priftrit e mëdhej, papët, patriarkët, ortodoks, katolik, dhe jam përballur me një citat briljant. Ka shumë citate brillante, por ai që më është ngulitur thellë koshiencës dhe memorjes time studentore ka qenë një citat i Papa Gjon Pali II. Ai ka qenë një pap simpatik, ju e dini, dhe dikur po ndiqja një nga vizitat e tij në lindjen e mesme, e pyesnin gazetarët dhe i thonë: "I dashur pap, përse ju priftërit nuk merreni me punët e kishës, por i fusni punë hundët tuaja shpesh tek punët e Nerodit?" Ashtu siç thot edhe Nerodi i Tiranës, që po kalon krishtlindjet e tij të fundit në pushtet. Përse i fusni hundët tek punët e Nerodit? Pse nuk merreni vetëm me punët e kishës? Një përgjigje brillante, e shkëlqyer, shpirtnore, hyjnore, që është ngulitur thellë mendjes dhe shpirtit tim prej kohës kur isha shumë i ri, isha djalë i ri, student. Vjen nga Papa Gjon Pali II, i cili i thot gazetares që i bëri pyetjen, i tha: "Ne të krishterët e konsiderojmë veten të punësuarit e Zotit në atë dhe." Brillant. Pra, ne na ka punësuar Zoti dhe jemi të punësuarit e tij tek atë dheu ynë. Që do të thot koncepti kishtar dhe i krishtlindjeve dhe i besimit në Zot dhe tek profetët e tij, cili do qoftë, Krishti, Muhamedi, Mojsiu, Davidi, kush do qoftë, është ta shndërrosh veten në shërbëtor të atë dheu tënd dhe të qenit tënd i shndërruar në shërbëtor të atë dheut dhe të krijesave të Zotit, të njerëzve të Zotit, me të cilët ty të bashkon atë dheu, është shërbimi më i madh që i bëhet Zotit dhe njerëzimit. Jemi të punësuarit e Zotit në atë dhe sonte në këtë vigjilje krishtlindjesh, vëllezërit dhe motrat e mi të krishterë,
pasi t'ju uroj që të keni Krishtlindje të bardha dhe të gëzuar, e ftoj secilin për jush sot që jeni kripa e kombit, jeni kripa e këtij kombi që shpesh herë e kanë goditur me kamxhikët e pamshirshëm të historisë moderne të nerodëve të maskuar, pas Jezu Krishtit, jo pas fesë së krishtrimit vërtet, sepse Jezu Krishti i vërtet është i gjithi dashni. Me kamxhikët e tmerrshëm dhe të padrejtësisë, shpesh ky komb ka marrë kamxhik të fortë majtas dhe djathtas, sepse shumica e tij është muslimane. Vëllezërit e mi të krishterë, sonte në këtë vigjilje të Krishtlindjeve ju kujtoj se në qofshin muslimanët shumicë dhe gjella, ju jeni kripa e kësaj gjelle, pa të cilën kjo gjellë nuk futet në bark dhe as ka për të futur kurrë. Shqipëria ka nevojë për ju sot, të krishterët e këtij vendi, dhe në këtë vigjilje të Krishtlindjeve, vllai juaj musliman, për ata të cilët më pranojnë si kreshnik ose si osman. Shqipëria dhe kombi ka nevojë sot për energjitë tuaja, të merrni rolin e Jezu Krishtit, të dërguarit të Zotit, të robit të Zotit, i cili erdhi për të sfiduar satanizmin e Nerodit të Betlehemit, dhe ju të gjithë bashkë sot, bashkë me vëllezërit tuaj musliman, t'i jepni dorën njëri tjetrit dhe kur mos të lejoni asnjë këlysh qeni nga lindja apo nga perëndimi, të çaj dhe të përçaj unitetin ton kombëtar dhe vllazërinë ton kombëtare. E para dhe e dyta, energjitë tuaja të krishterë nevojiten ashtu siç tha vëllai im Zot Gjerzhmeta përpara disa kohësh, nëse Europa nuk na pranon në Bashkimin Evropian sepse ka shumicë muslimane në Shqipëri, atëherë unë kurrë, tha vëllai im Gjerzhmeta i peshkvi i Mirditës, unë kurrë nuk dua të shkoj në Europë pa vëllezërit e mi musliman. Dhe ne muslimanët, kur mos i qoftë shkoka Shqipërisë pa ju vëllezërit tanë të krishterë. Dhe të gjithë bashkë sot, kush i frymëzuar nga Muhamedi, kush nga Jezu Krishti, por edhe ata që janë të zhgënjur nga gjithë kjo histori me besim, për arsye se Nerodët e kanë ndryshuar strategjinë dhe taktikën e shkatërimit. Nerodët e kohëve moderne e kanë marrë peng krishtrimin dhe islamin dhe kanë lënë atë në duart e shërbëtorëve të satanistëve. Duke e lënë atë në duart të babzisë, të mashtrimit të gënjeshtrave dhe të shërbëtorëve të politikës, ata kanë synuar Nerodët modern t'i fusin thikën e fundit islamit dhe krishtrimit. Unë besoj se liria është fondamenti më i madh i kësaj bote dhe ne duhet ta njohim dhe ta pranojmë njëri tjetrin ashtu siç është secili. Sepse liria ishte dhurata më e madhe që na e dha krijuesi i botës. Zoti, i cili tha, kush të doj le të më besoj dhe kush të doj le të mos besoj, janë të lirë. Ndaj ne të gjithë bashkë sot duhet të gjejmë rrugët të bashkëpunojmë me formula moderne qytetarie, t'i japim dorën njëri tjetrit për një komb, për një adhem të begat,
për një Shqipëri më të fortë dhe më të mirë. Për një Shqipëri ku bashkëjetojnë vllazërisht muhamedan e të krishterë, ashtu siç i desh Fishta, Ibrahim Dalliu, Hafiz Ali Korça, Noli, e tjerë. Priftëri e hoxhallar të ndershëm kombëtaristë të këtij kombit, të cilët luftuan për vllazërinë tonë dhe harmoninë tonë fetare. Vëllezër dhe motra të krishterë, Shqipëria përballë nerodit të saj të rilindjes ka nevojë sot për energjitë tuaja. Ka nevojë sot për lobimin tuaj në kancelarit e krishtera, atje në Perëndim dhe kudo në botë. Shqipëria ka nevojë sot për ju, të krishterët e Shqipërisë, që e doni këtë komb, këtë tokë dhe atë dhe, Shqipni siç e desh Zoti, dhe jo në kombësi të tjera siç i duan qarqet shoviniste armiqësore të shqiptarëve, të cilët kanë projektuar kombësi alternative për muhamedanët dhe kombësi alternative për të krishterët, sikur ta kishte bezdi Zoti i Krishtit dhe i Muhamedit Shqipen dhe shqiptarët. E si mund t'i kishte Zoti bezdi Shqipen dhe shqiptarët kur i krijoi vetë dhe i desh vetë popuj dhe fise që të njihen me njëri tjetrin, po donte i madhi Zot na bënte uniform gjithë, na bënte arab, na bënte tursh, na bënte grek, na bënte serb, na bënte amerikan, na bënte perëndimor, lindor, kinez, britanik, francez. Na desh fise, popuj dhe kombe që të njihemi dhe të ndërveprojnë paqësisht ndërmjet njëri tjetrit. Vëllezër dhe motra të krishterë, në këtë vigjilje të Krishtlindjeve, ritualet krishtera dhe ritualet kishtare ju i dini vetë, sepse unë nuk marr vesh nga ato, ju mësojnë klerikët dhe priftërit tuaj, por mos besoni kur se simbolika e birit të ndritur të shenjtores dhe të virgjereshës Mari, gruas më të pastër të njerëzimit, Maris tuaj dhe Meriemit ton, mos besoni se është të vishni çorape të kuqe, të shëtisni me puplat dhe me pulpat seksi me pallto të bukura, me parfumet arom mirë dhe të shkojmë të shkruajmë, të kryejmë rituale standarde kishtare moderne, trendi, seksi, të bukura dhe të kryejmë ritualet tona. Është përtej kësaj. Është e kuqja e gjakut që vlon simbolika e krishtrimit dhe e krishtlindjeve, e kuqja e gjakut hynor që vlon kundër nerodizmit dhe satanizmit që shtyp, shkatëron, vret dhe asgjeson popullin dhe atdheun tuaj. Nerodi i Tiranës dhe apostujt hajdut janë betuar t'ju shuajnë ju edhe ne. Dhe simbolika sot në këtë natë Krishtlindje dhe në çdo ditë kontaktoni me Zotin dhe me energjitë tuaja të krishtrimit, shndërrojni ato energji në dritë për atdheun dhe në komb për kombin tuaj, ashtu siç i desh Papa Gjon Pali II, i cili tha: jemi shërbëtorët e Zotit në atdhe, jemi të punësuarit e Zotit në atdhe. A imagjinoni dot një bisedë dhe një dialog ndërmjet Nerodit të rilindjes në Tiranë dhe Jezu Krishtit
diku mbi një mali, atje në ndonjë kishë të vjetër, ku Nerodi i Tiranës del live për të folur me grigjen e tij nga RTV-ja. Sigurisht do të ishte i njëjti debat, i njëjti dialog që do të bënte Jezu Krishti me Nerodin e Betlehemit dhe të Jeruzalemit, kur erdhi si dritë dhe si shpëtimtar për njerëzimin. Nerodi ndërtoi kulla me parat e pistat të ndragetës dhe të karteleve të drogës për të sfiduar me pushtetin e tij satanist të gjithë kundërshtarët e regjimit të Tiranës, ndërsa ju vëllezërit e mi dhe motrat e mi të krishterë sonte duhet të merrni vetët tuaja dhe qënjet tuaja dhe me besimin tek i madhi Zot. Nuk mjafton të ndizni qeri tek priftëri tuaj, por ju duhet të shndërroheni në qeriun, siç u shndërrua Jezu Krishti në dritën që të merroi Nerodin e kohës, edhe ju, për ju sot vëllezërit e mi të krishterë, ka nevojë Adheu, Shqipëria, kombi, uniteti kombëtar, aq miliona të krishterë, aq qindra mijëra të krishterë sa jeni, shndërrohuni në gjithë sot në emër të Zotit, në qiri, digjuni dhe ndriçoni fatet e Shqipënisë përballë Nerodit të rilindjes dhe satanistit sekstit satanist, i cili po zhduk fatet Adheu tuaj, të kombit tuaj, të racës tuaj, të tokës tuaj, që i madhi Zot i deshi të ishte Shqipni dhe vetëm Shqipni, dhe këtë nuk e them si një nacionalist i smur, apo si një psikopat ksenofob, i cili flet me përralla, pelazgo i lire për të mashtruar shqiptarët në emër të pushtetit të Nerodit. Jo, miqtë e mi. Flas në emër të zvërtetës hyjnore, e cila është më e bardhë se drita e diellit. Ajo e vërtet hyjnore që thot Zoti ju desh shqiptar, për ndryshe mund t'ju kishte bërë izraelit, arab, turq, grek, perëndimor, sepse ne besojmë fuqimisht se tek ndryshimi i gjuhëve, i racave, i fiseve, i kombeve, i gjuhëve të folura, i kulturave dhe i ngjyrave të lëkurës dhe i formës së syve, ka argument në ekzistencën e të madhit Zot, i cili na krijoi në fise kombe të ndryshëm që të ndërveprojmë dhe të njihemi dhe të ndërveprojmë mirësi ndërmjet njëri tjetrit. Vëllezër dhe motra të krishterë, sot kur të shkoni, a nesër kur të shkoni dhe kurdo që të shkoni, të kujtoni dritën e madhe që dërgoi Zoti për njerëzimin, Jezu Krishtin e Betlehemit. Këtë dritë e cila bashkë me vëllezërit e tjerë profet erdhi për të na mbushur shpirtin me energji, me qëndres, me stoicizëm, me vendosmëri përballë projektit satanist, i cili trondit nga themelet vlerat hyjnore dhe na mësyn ne kundër njëri tjetrit, të ham njëri tjetrin në mënyrë që të vazhdojnë të sundojnë Nerodët dhe satanistët dhe faraonët. Shkoni kur të festoni Krishtlindjet tuaja, digjni apo nuk digjni, ndizni apo nuk ndizni qiri, u a thash nuk ndërhyj tek ritualet tuaja kishtare, sepse nuk i njoh dhe krishniku nuk flet për diçka që nuk e kupton dhe nuk e njeh. Por unë jam i vetëdijshëm se gjithçka që ju thash për simbolikën e dritës Jezu Krisht,
është të digjeni dhe të bëheni të gjithë qiri dhe ne Muhamedanët bashkë me ju të shkrijmë jetët tona, të bëhemi qiri, të ndriçojmë udhën e shenjtë të Shqipërisë në këtë moment të rrezikshëm të fateve të kombeve. 2026 do të jetë e tmerrshme me 2027 gjithashtu. E megjithatë, kur Zoti nuk ka për ta lënë njerëzimin vetëm, ai nuk sheh spektakël, por na ka vënë në provë me regjimet sataniste, në provë me Nerodin e Tiranës në kombin shqiptar dhe në provë me Nerodët e botës të gjithë popujt e tjerë të botës, të cilët rebelohen dall kundër Nerodëve të këtij planeti që komandojnë dhe drejtojnë sistemin. Jezu Krishti erdhi si fe dhe si mision i dashnisë, dhe dashnia është më e fortë se arma bërthamore. Me dashuri për Shqipërinë, për kombin, për atë dheun dhe për njëri tjetrin, të lidhim sot besën në emër të Zotit dhe të Shqipnisë dhe të gjithë dërguarve të Zotit. Ky është momenti të shndërojmë energjitë tona të hyjnore, energjitë që i përthithim nga qielli kundër Nerodit të Tiranës, dhe Shqipëria ka nevojë për ju, vëllezërit e mi të krishterë, siç ka nevojë për muslimanët dhe për të gjithë ata pjesën tjetër që nuk besojnë as tek njëra palë, as tek pala tjetër dhe që kanë besimet e veta dhe bindjet e veta. Duhet të bëjmë sot të nënshkruajmë aktin e beslidhjes qytetarisë për te i ngjyrimeve tona dhe të shndërrohemi në qiriun që shkrihet, ndizet dhe tretet për të ndriçuar çdo ditë e çdo natë me fjalë dhe me vepra hollet e zeza të Nerodit të Tiranës dhe të apostujve të tij hajdut e miliarder që i kanë çuar parat e grigjes tek bankat e shërbëtorëve të tyre, Nerodëve të mëdhej të kësaj kohe dhe të historisë moderne të planetit. Krishtlindje të gëzuara, paçi vetëm të mira, begati dhe vetëm mirësi në jetët dhe në familjet tuaja. Qofshin këto ditë, këto festa të begata energji për më shumë vllazëri, mirëkuptim, dashuri dhe respekt për njëri tjetrin, të shërbejmë të gjithë bashkë Shqipërisë, ju dhe ne, të rrugtojmë të sigurt më pas tek Zoti, se e kryem me sukses misionin ton, u tretëm për të ndriçuar atë dheun ton, ku Zoti na bëri shërbëtor. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft vllazërin ton, rrofshi ju, rroft Shqipëria. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Krishtlindje të gëzuara për gjithë. Mirë dëgjofshim.